Merkatoja e janarit ka sjellë risi të rëndësishme në klubin e Kukësit. Me synimin për të përforcuar repartin e mesfushës, klubi verlindor ka zyrtarizuar afrimet më të reja. Bëhet fjalë për futbollistin brazilian Mateus Gama, 24 vjeç, i cili është tashmë gati për ekipin dhe pritet të nisë aventurën me Kukësin, që në ndeshjen e radhës. Takimi do të luhet në transfer ndaj luftëtarit me 24 janar. Ndërkohë Kuksi ka prezantuar edhe një tjetër futbollist brazilian, mesfushori Paulo Henrique, gjithashtu 24 vjeç, që është bashkuar skuadrës nga kampionati brazilian duke shtuar alternativat në mesin e fushës. Përveç afrimeve në merkato, klubi ka bërë të ditur edhe një vendimarrje të rëndësishme në aspektin drejtues. Fundim Dollaku është emëruar drejtori i përgjithshëm i klubit, post që synon të sjellë stabilitet dhe riorganizim në këtë fazë delikate. Të tre këto vendime janë zyrtarizuar përmes një postimi në faqen zyrtare të klubit në rrjetin social Facebook, ku ndër të tjera thuhet: "Ne garantojmë tifozëve se ky është fillimi i një rrugtimi të gjatë dhe së bashku do të rikthehemi aty ku Kuksi i takon." Megjithatë, pavarësisht emërimit të drejtorit të ri, Kuksi mbetet ende pa trajner pas dorëheqjes së Bledar Devollit. Situata sportive vazhdon të jetë ndërlikuar teksa Kuksi konsiderohet skuadra më e rrezikuar për rënien nga kategoria e parë në kategorinë e dytë.